në minjerë kam mbetur 18 punëtor. Sipas informatave që i kam, 2 vetë janë të nuk jam mirë me shëndet, po jo diçka seriozisht. Tetëmbëdhjetë minator kanë mbetur të ngujuar në horizontet e trepsës në Stan Tërg. Për shkak se rreth orës 1:30 ka pasur djegje të një trafoje, me rast ka pasur edhe ndërprerje të furnizimit me energji elektrike. Fillimisht në kohën që e përmendëm, të ngujuar mbetën 47 minator, ndërkaq tani që ne po raportojmë 18 prej tyre janë brenda. Sipas menaxhmentit dhe sindikatës së minatorëve, ata pritet të dalin për rreth 1 orë. Në vendin e ngjarjes janë të pranishëm Policia e Kosovës, po ashtu edhe ambulanca, ku të pranishëm janë edhe ekipet e kërkim shpëtimit. Ka ndodhur një zjarr në mbram rreth orës 1 kam bukur, edhe ka deri të dëmtimi i traktit të mbrapa, që është mbrapa murit. Është djegur trafoja, kanal zjarr fiks, po për shkak të zjarrit të madh, ka dëmtuar një trafo që është në stand-by, në si rezervë. Momentalisht në minjerë kam mbetur 18 punëtor, që disa janë të smur, disa janë pak më të mëshur, s'ka mujt me dalë prej minjerës. Është të paru që e linja me furnizim në rrim, është dhe një bypass. Është duke riparuar edhe një linjë tjetër, që mundson dërgimin në energjisë elektrike në minjerë, edhe mandena mundëm me aftësue ashensorin për një nxjerrë këta punëtor. Sipas informative që i kam, 2 vetë janë të nuk jam mirë me shëndet, po jo diçka seriozisht. Për çdo rast se kemi dalën emergjente, ata që kanë qenë në shëndet mirë kanë dalë të gjë, por pas janë 18, një pjesë e tyre janë të obliguar, pavarësisht edhe që vjen rryma deri vjen rryma me lejtësi, janë kujdestarë të sistemit pompimit. Besoj që me shëndet janë mirë, informacionet sigurisht keni marrë. Besoj shumë shpejt brenda 1 ore do të sanohet problemi, edhe do të nxjerren minatorët edhe do të kthehet normalitetit me njëherë. Jemi në komunikim të vazhdueshëm me minatorët cilët janë të mbyllur për shkak të defektit në energji elektrike. Menaxhmenti ka marrë masat e duhura. Janë disa ekipe na kanë dalë ndihmë, edhe disa ekipe në si Kitsi apo edhe kompani të tjera, ka raste edhe private. Normal menaxhmenti ka thirrë edhe ekipin e shpëtimit, i cili është në gjendje gatishmërie në çdo moment. Momentin që e shet arsyeshme që duhet me u fut në minjerë, jemi furnizuar me gjëra ushqimore, me borna, për t'ju dalë ndihmë sipas nevojës së minatorëve. Deri tash nuk është që kemi shqetësime shumë mëdha, përveç disa shqetësime të vogla, një minator i cili është më i ri pak, i cili vetë sa ka filluar punën edhe nuk është shumë informuar mirë me rrethonat aktuale apo problemet që janë, po nuk është ndonjë shqetësim serioz edhe na vetëm ekipa e shpëtimit jemi në gjendje gatishmërie dhe vetëm presim urdhën për me dalë ndihmë. Po tash janë dikon rreth 760 metra, mirë po varet prej nivelit të horizonteve, sepse ka në horizontin e 8, ka në horizontin e 9, 11, 10, varësisht në gjitha ku ka pas aktivitet punë në minjerë, sepse këto janë horizontet kryesore cilat ka aktivitet punë.